Sa i përket policisë së shtetit, ta bëjmë qartë për gjithë qytetarët. Ka 8 muaj që Ergyll Sagasi është në Arati. Ka 8 muaj që Partia Demokratike, gazetarët të ndryshëm në vend, mediat të ndryshme, portale investigative, informacionet ndryshme, bëjnë me dije se Ergyll Sagasi qëndron në Shqipëri dhe lëvizte në aksin Durrës-Elbasan. Po, kanë qenë këto informacione, të dëgjosh shumë, po dëgjoj me vëmendje. Kanë qenë këto informacione kanë qarkulluar informacione të bëra publike. Po, publike të ardhura, të rakorduara edhe me të gjitha agjencitë ligjzbatuese të huaja, por dhe me të gjitha selit diplomatike në vend. Është prej 8 muajsh denoncim publik nga ana e Partisë Demokratike fakti që deri në momentin që Proda ishte në krye të policisë shtetit, Ergyll Sagasi kishte mbrojtje dhe imunitet të posaçëm prej tij përmes edhe atij me cilin ai u kap dhe u arrestua, Uljan Shpatarakut, i cili ka qenë krau i djathtë i Prodës në policinë e shtetit. Tashmë një ish zyrtar i policisë shtetit, i larguar nga policia e shtetit, me cilin ky u kap në timon. Dhe është për t'u habitur se si në të gjitha rastet e fundit të shoqërimit personave me precedent kriminal, për herë ka një një oficer të policisë shtetit i cili është ose në timon ose në shërbim të kriminalëve dhe personave me precedent penal. Që tregon çfarë? Kujtojmë këtu që tregon inkriminimin e thellë të policisë shtetit, inkriminimin e thellë të zyrtarëve të shtetit dhe tregon mentalitetin me cilin qeveri sot ky kryeministër, një kryeministër i cili është i pari në Europë dhe në rajon që ka vendosur një pozicion për koordinimin e marrëdhënieve qeveri krimi organizuar dhe ky ka qenë Ergyll Sagasi, koordinatori zyrtar i Edi Ramës për marrëdhëniet me krimin organizuar dhe me bandat. Sot kemi dhe një akuzë zyrtare që është e paimagjinueshme nga kryeministri i Malizzi, edhe për ndërhyrje të kryeministrit të Shqipërisë dhe për një luftë hibride në Podgoricë dhe në Malin e Zi, po ajo është një çështje tjetër. Por të mbetemi ke thelbi. Do qëndrojmë këtu se këtu duhet ta sqarojmë që është çështje më shumë. Goditja e Ergyll Sagasit nuk është një fitore e policisë shtetit, nuk është një fitore e institucioneve ligjzbatuese, nuk është një zbatim i masës sigurisë lëshuar nga prokuroria e posaçme dhe të miratuar të konfirmuar nga gjykata, por është thjesht një larje e sapesh brenda 2 bandave që janë tërësisht të inkriminuara dhe të korruptuara. Kjo më lë të kuptoj që nga ana tjetër Belinda Balluku me dosjen e saj është se ti në një shkrim tëndin thua që ulet ose bie, po themi në këtë rast, Ergyll Sagasi. Dhe forcohet Belinda Balluku, patjetër. Pra, betet e paprekshme sipas teje ndërkohë Belinda Balluku? Jo, ky është një mesazh i qartë i Ballukut për të gjithë sistemin gjyqësor në vend, por edhe për prokurorinë e posaçme se kush e bën ligjin në vend. Pra, në momentin që kanë dalë fjalët dhe ka informacione se pritet zyrtarizimi i masës së dytë, i kërkesës dytë për imunitetin e Belinda Ballukut, dhe në momentin që flitet largimi i të besuarve të saj nga kabineti, sigurisht lëvizja e saj është e kalkuluar mjaft mirë për të dhënë një mesazh qartë në gjyqësor, në polici, në prokurori dhe të gjithë faktorëve të ndryshëm ligjzbatues në vend se kush e bën ligjin në Shqipëri sot. Dhe në momentin që arrihet të arrestohet me urdhër të saj njeriu më besnik dhe më i afërt i kryeministrit të Shqipërisë, ditën kur kryeministri i Shqipërisë largohet nga vendi, pra në një ditë vetëm që ai s'ka qenë në Shqipëri, kjo tregon se ajo ka dhënë një mesazh qartë se me të nuk mund të bëhet, Ta sqarojmë edhe një herë këtë, se unë do të dëgjova me vëmendje, por për ta bërë të qartë për publikun. Sipas teje urdhri është dhënë vetëm dhe vetëm nga Balluku. Patjetër, pa diskutim dhe këtë e din të gjithë kush janë le të themi eksponent politik. Apo rrezikon atëherë ish zëvendës kryeministrja edhe kryeministri Rama me këtë lëvizje?